Organizata kulturore humanitare Merhamet në bashkëpunim me shoqatën kulturore Vizioni Em kanë realizuar një aktivitet festiv dhe solidarizues, duke shpërndar 7.000 pako dhurata Bajrami për fëmijë në shumë qytete dhe vendbanime të Maqedonisë së Veriut. Ky aktivitet u organizua me qëllim që gëzimi i Bajramit të arrijë tek çdo fëmijë, pa dallim etnie, feje apo statuti social. Përmes këtij aksioni, buzëqeshja e festës u shpërnda në çerdhe, shkolla, spitale, qendra për fëmijë me nevoja të veçanta, jetimore, mektebe dhe zona rurale. Shpërndarja u realizua në Shkup, Tetov, Gostivar, Kumanov, Likov, Prilep, Velez dhe Manastir. Në Shkup paku u shpërnda në çerdhet Fidani, Borobardha, në klinikën për sëmundje të fëmijëve, shtëpinë e shëndetit, shtëpinë e fëmijëve pa prindër 11 tetori, shoqata Sozvita, shoqata Dua Ilberin, qendra Nakabe, në Qarshi pranë xhamisë Murat Pasha, si dhe tek jetimet e regjistruar në organizatën kulturore humanitare Merhamet. Gjithashtu, shpërndarje pati edhe në Saraj, komunën e Studeriçanit dhe në shumë zona rurale për rreth. Në Tetov aksioni përfshiu shkollat fillore në Infrashëri, Hasan Tahsini dhe shkollën fillore Liria, qendrën Dekas, qendrën e autizmit, Flutura për jetën, repartin e fëmijëve në spitalin e Tetovës, si dhe mektebet e xhamisë Firdeus, Xhepçisht dhe Zhelinës. Në Kumanov dhe Likov, shpërndarja u realizua në shoqatën edukative për fëmijë me nevoja të veçanta Vlera, shkollën fillore komunale Toli Zordumis, shkollën fillore në Infrashëri, në fshatin Hotol, fshatin Mateq, forumi rinor një Kushtak, në xhamit e fshatrave të Likovës, si dhe në shoqatat Gushinca dhe Llukara. Merhamet dhe Vizioni Em falenderojnë të gjithë donatorët vullnetar dhe bashkëpunëtorët që kontribuan në realizimin e këtij organizimi festiv.